Please, Claudio. Thank you. Okay. 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 Okay, thank you. The talk for today, I was waiting for my colleague Ilirian, but apparently he's not here already. He's not here yet. The topic for today is realistic simulations of the Earth's dynamo or dynamo. One of the things that I have been working the past year a lot is about obtaining finally these realistic simulations. Okay, the realistic is a bit an overshoot, but trying to achieve this level of reality would be fantastic. And as you will see during the presentation, we now have the benefit of using HPC infrastructure to perform these simulations, which is an astonishing advancement for the Department of Physics. Just a couple of words of why the geomagnetic field is worthy studying. Even though it's not in the domain of, or in the, let's say, in the wake of the present conference about quantum technologies or quantum physics, still it's classical, or I joke in Albanian and say more than classical physics, because it's even non-relativistic in its let's say in its if theoretical background, but still it's worthy of studying because it contains, or it is actually the most well-studied magnetic field from for a physical object or astrophysical object like our planet Earth. We have extensive paleomagnetic measurements. We have extended historical data, archaeological data, archaeometric data, and so on. So it's very well studied. This data cover multiple time and spatial scales. It is composed of, it is actually a superposition of several fields, but we can split them into two groups: the internal field and the external field. The external fields are created by the plasma environment of the ionosphere and magnetosphere. It's very simplistically stated, but it's a different field of study. It's a different field of research. I have specialized more in this, or exclusively in this internal field part, which is actually originating from the Earth's outer core.
In my hospital, okay. Në detalje të lista që javna në rretin, edhe pacienti përdorin e eksaminit. Nuk është mëshme më i mirë, sepse algoritmi nuk punon në mënyrë më optimizuar të rritë. Por, e do të dëmë të bërë të në përësion në të marrë dhe një ditë në kërët, po punoj dhe në dhe një të mësi, dhe që pacienti nuk e ka parë, në rrësë. Për do të rritë që kemi në më bërë shumë tërë, që të neve realitë për të parë. Pra dhe të 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 vajtë në të 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 vajtë të të vajtë, që më bërë për të të mja tonë, të dhjërë të për të vajtë. Pra nuk për shkenë të nuk bëjtë ma e lekë të që i spia po më duhet të di una variantë i kurë, nuk për shkenë të që ajo të tjere të një vetë sotë të tjere. Edhe më të vajtë, të se do dhe më të bëjmë që të 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 ja, tonë të të shkjën dhe ajo vullneti për të bërë të rritë një mërë në tonë në gërë të pacientë nesër, është të 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 nuk i intereson të shonë në vëllëtinë të të. Pra, e të ideja që pacientë për pacientë. Gjitha të bërë, të 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 pëllajtë normalisht do atë kulturën. Por të të nërë për mundin më të bërë dhe pacientë nuk është vetëm pjenë për kulturë dhe jetë e në njërë. Dhe më besoj që këtë gjë për të mjenë, më të bëjtë të edhe ratë për e të të gjatëve. është një raptor që arita, një program për breast cancer, të cancer në njërën e majtë, që ata e tolerohen në të një me të më shumë në marë. Dhe shumë që në të një në zemra, dhe represionë në zemra, kanë në të marë. Pra, a ju këtë të vejnë që në të një majtë, në të të një Thank you. Yes, sure. So when the technician, when we see this problem, or I've done another the dental healing with subcommon, but it's a nightmare for the kids for the neck. You cannot see anything anytime. Here are standing for us, we want to know what's happening now. Okay, it's not a measurement, it's an estimation. We have to say, so the algorithm and that's what we do. But we know better than us if we have this one. So Siemens is on. It is really good for each type of stuff, it is all algorithm. Because the pacemaker has different material regarding to this guy. Physics that is on more than regarding to my measurements, more than but anyway. So today, how you can put it in our hand? When you put it one is good for, I mean, with which one we can do better, let's say. Yeah, but this one has its own and it's 1 minute job to do this reconstruction, 30 seconds. Okay. Okay. You have my email, I think, for everything clinical. I'm happy to help with my knowledge, but also my colleagues are happy to help everywhere. So thank you. Thank you very much, Julia. Okay, so mics. Great. So next speaker, Ervis Telay, again on medical physics from American Hospital of Tirana. If we have the slides available, we can start. Okay, so stage is yours, please. First, I'll say. At the top of this slide. Unë jam Ervisi. Aktualisht punoj në drejtorinë e fizikës mjekësore të rrjetit të spitaleve amerikan për 15 vitesh dhe drejtoj departamentin e fizikës mjekësore.
Po flas në shqip për shumë arsye. Ky prezantim është në vazhdën e prezantimit që bëri Xhulia, por do shohim edhe disa aspekte të tjera të aplikimeve të bashkëveprimit të rrezatimit me lëndën. Aktualisht po prezantohet puna disa vjeçare për vlerësimin dhe përcaktimin e 3 koeficientëve bazë, që është skateri dhe fuqia stopuese e indeve të ndryshme. Aktualisht radioterapia është një ndër degët të cilët janë më të bazuara në fizik dhe është ura lidhëse ndërmjet fizikës aplikative dhe përdorimeve të saj në bashkëveprimin e rrezatimit me lëndën e tjerë dhe mjekësisë. Dhe produkti final është pikërisht mënyra se si do trajtohet dhe se si do përqendrohet apo do depozitohet rrezatimi tek pacienti. Do shikojmë dhe disa raste klinike se si është influenca e këtyre 3 faktorëve në shpërndarjen dhe depozitimin e lëndës. Kuptohet fuqia specifike stopuese ose stopping power zakonisht kryhet ose e masim në momenti kur kemi të bëjmë me trajtime me grimca të rënda, kryesisht me protone. Por ka raste që në momenti kur kemi përdorimin e energjive të larta tek përshpejtuesit linear, të cilët shkojnë diku tek 25 megaelektron-volt, mbi 10 megaelektron-volt kemi protonet e pista. Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse këto koeficient janë kaq të rëndësishëm në mënyrën se si do arrihet të depozitohet lënda tek pacientët. Nga krau tjetër, kemi pikërisht edhe aspektin e skaterimit. Aspekti i skaterimit vjen kryesisht tek produktet ose tek materialet të cilët janë të vendosura në dhomën ku trajtohet pacienti. Por skaterimi më i madh është pikërisht nga vetë pacienti, sepse pacienti, duke qenë që mund të ketë në përbërjen e tij edhe element me densitet të lartë, të cilët ndikojnë më pas në një skater goxha të madh. Por si kryen matjet dhe simulimet? Matjet dhe simulimet kryen me pajisje të nivelit lartë, duke filluar që nga dhomat e ionizimit, te detektorët e ndryshëm, tek diodat e tipit E, dhe kryesisht më pas këto matje mbasi janë vlerësuar nga mënyra statistikore, vendosen në databazë të planeve të trajtimit, të cilët përdorin algoritme të sofistikuara, duke filluar nga algoritmet e tipit Monte Carlo, Fast Fourier, AAA, superpozimi, tensile beam convolution, etj. Dhe gjithë këto algoritme marrin parasysh jo vetëm vlerësimet dozimetrike, por edhe pikërisht këto 3 koeficient bazë. Si kryen matjet? Matjet ju thash që kryhen pikërisht me fantoma dhe dhoma ionizimi, dhe në këto figura shikohen mënyra se si janë arritur të realizuar matjet. Në figurën e parë kemi pikërisht matjen e skaterit, i cili është në ajër. Në figurën e tretë kemi matjen e skaterit, i cili vjen nga pjesa e fantomës dhe po të shikoni është në të edhe një braskap, i cili ndikon në mënyrën se si do arrihet të vendoset dhe të matet në mënyrë sa më të saktë skateri i cili vjen nga fantoma, pra skateri i ujit apo dhe skateri i pacientit. Dhe fota e fundit është setupi i vendosur për të gjitha matjet të cilët kryen tek përshpejtuesit linear, të cilët fillojnë nga 2 megaelektron-volt deri në 25 megaelektron-volt. Braskapi shërben kryesisht për të siguruar një sipërfaqe të qëndrueshme dhe uniforme për matjen e skaterit, simulon kushte të ndryshme të shpërndarjes së rrezatimit, parandalon ndërlikimet nga rrezatimi i drejt për drejt apo rrezatimi difuz, mbështet për vendosjen e detektorëve ose të filmave të ndryshëm të cilët përdoren në radioterapi, dhe këtu flitet për filma të tipit GAF kromik. Në Shqipëri vetëm Departamenti i Fizikës Spitalit Amerikan i poseson këto filma, dhe nga krau tjetër ndihmon për kontrollin dhe kushten e matjes së skaterit të fantomës. Aktualisht në këto tabela tregojnë pikërisht
skateri, fuqia e skaterit, stopping poweri dhe specifik angular stopping power. Dhe më pas, mbasi këto dhëna janë vendosur në planin e trajtimit, kryhet kurba e kalibrimit të planeve të trajtimit, të TPS-eve me algoritme të ndryshme, ku baza e algoritmit është Monte Carlo. Dhe po të vini re, shikohet që kurba e kalibrimit është në bazë të stopping powerit dhe city calibration dose. Nga ana tjetër, do vihet re se si është simuluar me Monte Carlo trajektoria e protoneve të pista në fantomën me ujë. Faktikisht, ky simulim është kryer në laboratoret e Varianit në Amerikë, të simuluar nëpërmjet matjeve konkrete të cilët janë kryer në Departamentin e Fizikës Mjekësore të Spitalit Amerikan ose ish Spitalit Ygeja. Aktualisht kemi përkatësisht të dhënat përkatëse në kurbat kryesore, siç janë simulimi i skaterit këndor në bazë të ujit dhe në bazë të ajrit, dhe nga krau tjetër kemi përkatësisht stopping power dhe vlerësimin me atë që quhet ndryshe densiteti elektronik. Densiteti elektronik i materialeve përcaktohet kryesisht në për atë që tha dhe Xhulia më parë, si pasojë e një fantome e cila quhet fantoma e densiteteve ose fantoma CIRS, e cila skanohet kryesisht me tension 120 kV në skanera të ndryshëm. Dhe mbasi është skanuar dhe ka kaluar drejt për drejt në planet e trajtimit dhe është përcaktuar numri i Hausfieldit për elemente të ndryshme, bëhet aplikimi i rrezatimit ose i parametrave të ndryshëm të cilët janë kryer matjet dhe shikohet se si është simuluar përpara se të shkojmë dhe të trajtojmë pacientët, mënyra se si është simuluar rrezatimi dhe shpërndarja e rrezatimit tek fantoma CIRS. Pikërisht këtu kemi kurbën e kalibrimit në bazë të densitetit elektronik dhe tensioneve të ndryshme të cilat janë përdorur për skanimin e kësaj fantome. Kryesisht përdoret dhe është më për afër numrit Hausfieldit teorik, tensioni 120 kV. Okay. Tu kemi pikërisht këtë fantom dhe hartën e rrezatimit në bazë të bashkëveprimit të rrezatimit me numrin e Hausfieldit dhe densitetit e ndryshme elektronike, dhe nga krau tjetër kemi mënyrën se si arrin vetë algoritmet e ndryshme me bazë të Monte Carlos, por me nën algoritmet që janë fast Fourier, që është superpozimi, që është Clarksoni apo dhe AAA, mënyra se si arrin algoritmi të përllogarisë pikërisht shpërndarjen e dozës tek pacientët, por kryesisht tek fantoma e densiteteve, sepse përpara se të shkojmë dhe të trajtojmë një pacient, ne duhet të jemi 100% të sigurt që matjet tona dhe mënyra se si shpërndahet doza do të jetë 100% e sigurt që ky pacient të marrë trajtimin më maksimal të mundshëm. Dhe jemi pikërisht me përcaktimin e hartës së shpërndarjes së rrezatimit. Kjo është për energjinë 6 MeV, ku shikoni që secili element ka numrin e tij të Hausfieldit. Ky numër i Hausfieldit më pas përkthehet në numrin e skanerit apo dhe në atë që quhet densiteti elektronik, ku kryhet kalibrimi i softit përkatës. Pikërisht këtu kemi kalibrimin e softit përkatës që vjen në bazë të densitetit elektronik dhe numrit të Hausfieldit. Nga ana tjetër, mënyra se si ne do arrim të depozitojmë pikërisht këto të dhëna, që janë të dhëna fizike, të dhëna të cilat vinë si pasojë e matjeve në ajër, në fantom me ujë etj, ndahen në dy tipe
të algoritmeve. Janë tipi A i algoritmeve dhe tipi B i algoritmeve. Tipi A i algoritmeve janë algoritme të thjeshta, të cilët përdoren shpesh dhe kanë supozime dhe ndërveprime të përafërta dhe janë pak të sakta. Kurse algoritmet e tipit B, të cilët marrin parasysh heterogenitetin e indeve, shpërndarjen e skaterit, efektet e implanteve etj, janë këto algoritme të cilët në përbërjen e tyre përfshin Monte Carlon, collapse convolution, superposition convolution, AAA etj. Kurse në algoritmen e tipit A futet pencil beam convolution, futet algoritmi Clarksonit, fast Fourier dhe simple convolution. Aktualisht në departamentin e fizikës ne kemi fatin që i kemi të dy tipet e algoritmeve, si tipet e algoritmit A, si tipet e algoritmit B, dhe po të shikoni në krah të tabelës janë përkatësisht simuluar mënyra se si arrin këto algoritme të bëjnë shpërndarjen dhe depozitimin e dozës, pikërisht në bazë të faktorëve skaterues dhe stopping powerit. Në rastin e parë kemi algoritmin e AAA, i cili është një algoritëm që është zhvilluar nga kompania Varian, dhe në figurën e dytë kemi shpërndarjen e dozës, i cili vjen si pasojë e algoritmit të superpozimit me bazë Monte Carlo dhe është zhvilluar nga kompania Elekta. Të dy këto algoritme, secili ka të mirat dhe të këqijat e veta, por baza kryesore e tyre është që janë algoritme të tipit B dhe marrin parasysh shumë koeficient në shpërndarjen dhe depozitimin e dozës tek pacientët. Rëndësia klinike në planifikimin e këtyre algoritmeve është që përdorim parametra jashtëzakonisht lartë dhe të saktë. Është për të parë se si ndikon shpërhapja e elektroneve dytësor dhe ndikimit të tyre në depozitimin e dozës tek pacienti dhe më pas për përhapjen anizotropike të energjisë. Këtu kemi pikërisht mënyrën se si është arritur të shikohet skaterimi i këtyre koeficienteve të ndryshme dhe ky simulim është bërë për Monte Carlo për energji 6 megaelektron-volt për një fantom me 4 shtresa, ku është marrë shtresat kryesore të cilët ndikojnë drejt për drejti dhe në shpërhapjen të pacienti, që është uji, është indi, është kocka dhe titaniumi. Nga ana tjetër, po të vihet re, në këtë shpërhapja apo në këtë simulim mungon një koeficient bazë, që janë koeficientët e mass attenuation dhe linear attenuation. Pikërisht këto koeficient, që janë koeficientët e mass attenuation dhe linear attenuation, janë lidhur angusht kryesisht me numrin e Hausfieldit. Dhe në qoftë se në simulimin e mësipërm ne do të vendosim pikërisht këto koeficient, do të shikojmë se si ndryshon mënyra simuluese e tufës fotonike, e cila shkon për trajtimin e pacientëve. Pra, në këtë rast kemi mungesën e koeficientëve primar, mass attenuation dhe linear attenuation, dhe në rastin e dytë kemi mënyrën se si këto koeficient arrin të kolimojnë tufën e fotoneve me energji 6 megaelektron-volt. Më pas kemi se si arrihen pikërisht këto materiale dhe këto koeficient të ndikojnë në teknikat e trajtimit. Teknikat e trajtimit janë disa lloje, janë teknikat të thjeshta, teknikat me intensitet të moduluar të radioterapisë dhe teknika VIMAT. Teknikat e dyta, që është teknika me intensitet të moduluar dhe teknika e VIMAT-it, shpërndarjen e dozës e bëjnë kryesisht në bazë të densitetit elektronik të zonës që tufat shikojnë. Në IMRT një tufë në intensitet të moduluar, një tufë e rrezatimit është e përbërë me qindra mini tufa të vogla, ku secila mini tufë shpërndan dhe depoziton dozën në bazë të densitetit elektronik në të cilën ajo arrin të shikojë. Dhe këtu është një krahasim ndërmjet
tre teknikave bazë të radioterapisë. Nuk janë vendosur teknikat e përdorimit në radiokirurgji e tjerë, por këto janë të tre teknikat kryesore. Unë jam partizan i teknikës së dytë të IMRT-s për shumë arsye, pavarësisht se kërkohet pak kohë më e gjatë në trajtimin e një pacienti, por mënyra e shpërndarjes së dozës, mënyra se si depozitohet dozat e pacienti është shumë herë më e saktë se teknika e parë dhe ka një koeficient më të lartë depozitimi se sa teknika e dytë. Teknika e dytë, që është teknika e Vimatit, e shpërndan dozën në bazë të volumit të strukturës tumorale e cila shikon, por edhe kjo e shpërndan dozën në bazë të densitetit elektronik që ajo shikon të struktura tumorale. Kemi një rast klinik. Në këtë moment është përdorur teknika Vimat, ku kemi një strukturë tumorale në kokë. Pikërisht në bazë të vlerësimeve tona që kemi kryer dhe në bazë të asaj që na ka dhënë algoritmi, në këtë rast është përdorur algoritmi i tipit BAAA, shikohet që densiteti elektronik ose mas densiteti elektronik është 1,061 gram për centimetër kub, numri Housefieldit është 48 dhe relative proton stopping power është 1,048. Kuptohet që nga aspekti i ndërtimit të strukturës kemi 87% kemi muskuls dhe 13% është material tjetër. Nëse do t'i referohemi kësaj tabele, do shikojmë që doza do të zhvendoset ndjeshëm ose do të ndërpritet në pikë ku shpërndarja e stopping power është afër nivelit të numrit të Housefieldit për ujin. Nga krahu tjetër kemi që angular scatter power do të rritet në bazë të densitetit. Kemi impaktin klinik, e cila në bazë të impaktit klinik shikojmë që kemi rreth 100% të dozës, e cila është depozituar në volum, dhe nga krahu tjetër kemi një konkluzion që në bazë të matjeve që kemi kryer, në bazë të densitetit elektronik dhe në bazë të kalibrimit që është kryer për algoritmet e ndryshme, trajtimi dhe depozitimi i dozës arrin në nivelit 102% në qendër. Normalisht në bazë të teknikave të reja dhe në bazë të protokolleve ndërkombëtare duhet që 95% e volumit të marrin 95% të dozës së përshkruar, e cila lejon të shkojnë në margjet plus minus 5%. Nga krahu tjetër, kemi një aspekt tjetër klinik. Në këtë rast, pacienti ka materiale të vendosura në trupin e tij, që materiali i vendosur është titanium, dhe duke hecur në linjën me prezantimin e Xhulias, shikojmë mënyrën se si është shpërndar doza. Pikërisht janë disa vlerat të cilët ndikojnë dhe lejojnë në depozitimin e dozës në zonën ku trajtohet. Dhe duke marrë parasysh dhe numrin e Housefieldit dhe densitetin elektronik pikërisht të materialit të titaniumit, i cili është vendosur tek pacienti. Në këtë rast kemi trajtimin e një pacienti në zonën e kokë qafës dhe shikohet se sa është influenca e skaterit, e faktorëve skaterues dhe e stopping powerit tek pacienti. Ngjyra blu është pikërisht influenca që kanë pikërisht të tre koeficientët që ndikojnë në depozitimin e dozës. Pikërisht te ky pacient, një influencë goxha të lartë, kanë edhe materiale të cilët është mobilizuar pacienti për trajtimin e tyre. Secili material ka një densitet të caktuar, i cili ndikon në vlerësimin dhe në skaterin e rrezatimit. Pikërisht në bazë të këtyre tabelave tregohet mënyra se si ndikojnë këto faktor në shpërndarjen e dozës. Sa më i saktë të jenë matjet paraprake dhe vlerësimet paraprake dhe kalibrimi i algoritmeve të caktuara, aq më e saktë do të jetë shpërndarja e dozës së rrezatimit së bashku me influencën e faktorëve të skaterit, të stopping powerit e tjerë tek pacienti, sepse siç thash në fillim që produkti final është trajtimi sa më i saktë i pacientit.
Okej, këtu jemi në përfundimet dhe në atë që kemi ndikimet e secilit nga këto koeficient në vlerësimin dhe në trajtimin sa më të saktë të pacientëve. Faleminderit. Faleminderit Ervis. Kemi kohë për një pyetje të shpejt. Po, vazhdo. Vetëm një pyetje. Këto simulimet me Monte Carlo, me çfarë softi bëni, me Gent4 apo Atëherë, simulimet janë nëse bërë i me bëni klinikisht? Po, okay. Një pjesë e simulimeve, duke qenë që softet që kemi, që janë të Monte Carlos, që është Monaco, janë në AAA etj, janë bërë kryesisht me planet e trajtimit, sepse janë të nivelit më të lartë mundshëm. Dhe në detyroni Normalisht në momentin që kemi Okej, si protokoll është një herë në 6 muaj që bëhen matjet rutinore dhe në momentin që kemi dyshimet tona që akseleratori nuk po jep fuqi doze të caktuar, sepse siç e di, na duhet fuqia e dozës të cilën e monitorojmë sa herë që bëhet trajtimi i pacientit, atëherë jemi të detyruar që të kryejmë matjet, të bllokojmë terapinë e të gjithë pacientëve dhe të futemi me vlerësimin e matjeve tona. Dhe më pas bëhet si thua krahasimi me matjet që cilët janë në sistem, pra në databazën e algoritmeve me matjet që kemi bërë reale. Në qoftë se kemi devijim diku tek 5%, plus minus 5%, jemi detyruar që ndryshojmë komplet strukturën e algoritmeve, baseline-in e algoritmeve, duke futur matjet e reja. Faleminderit. Thank you. Let us thank all the speakers of this session. The session is